Eksperti i sigurisë Drizan Shala ka reaguar pas emërimit të Nikola Vasiljević në krye të operacioneve të Agjencisë Serbe të Inteligjencës, e njohur si BIA, duke cilësuar lëvizjen si një sinjal të ristrukturimit të thellë politik dhe operativ në Serbi. Sipas Drizan Shalës, Beogradi po synon të centralizojë kontrollin mbi operacionet sensitive të inteligjencës, sidomos në kohë tensionesh të larta politike dhe gjeostrategjike. Ai paralajmëron se pritet intensifikimi i veprimeve operative në zona kritike, veçanërisht mes Kosovës dhe Vojvodinës. Emërimi i Vasiljević në BIA, sinjal i qartë për ristrukturim të thellë operativ në Serbi, shkruan eksperti. Ndryshimet e fundit në krye të operacioneve të BIA-s nuk janë lëvizje teknike, por një tregues i qartë i ristrukturimit politik dhe operativ brenda arkitekturës së sigurisë serbe. Emërimi i Nikola Vasiljević, një emër me përvojë të gjatë në terren dhe me lidhje të drejtpërdrejta me kryeministrin Vučević, sinjalizon përpjekjen e Serbisë për të konsoliduar kontrollin e plot mbi aparatin e saj të inteligjencës. Nga perspektiva ime si ekspert i sigurisë në rajon, ky ndryshim duhet lexuar në dy dimensione. Së pari, Serbia po kërkon të centralizojë operacionet sensitive të BIA-s, veçanërisht në periudhat kur tensionet politike dhe gjeostrategjike janë të larta. Së dyti, pritet një intensifikim i veprimtarive operative në zonat e konsideruara kritike, përfshirë Kosovën dhe Vojvodinën, ku BIA tradicionalisht ka investuar resurse të konsiderueshme. Nikola Vasiljević njihet si figurë e disiplinuar me aftësi të forta organizative dhe besnikëri institucionale. Kjo e bën atë një aktor të përshtatshëm për strategjinë e re të Beogradit: më pak zhurmë publike, më shumë operacione të koordinuara, më shumë kontroll politik. Për Kosovën dhe rajonin, kjo do të thotë se duhen pritur lëvizje më të strukturuara, më të heshtura dhe potencialisht më agresive në fushat e ndikimit politik, informativ dhe ato të sigurisë. Në këtë kontekst, institucionet tona duhet të rrisin vigjilencën, koordinimin me partnerët dhe kapacitetet kundër zbulimore. Çdo ndryshim në majën e piramidës së inteligjencës serbe nuk është vetëm çështje e brendshme, është indikator i qartë i asaj që mund të ndodhë në terren në muajt e ardhshëm.